E ku pritu. E mirë, bre, shumë e mirë. Nëse do të flisje me dikë që s'është më pjesë e jetës tënde, çfarë do t'i thoje? Po nëse s'foli ka një arsye, pse s'foli, kështu që më vjen keq që e kum hub kohën me atë person. Ose mund tjetë që ka ndruar jetë? Ajo është tjetër Qa i kështë thonë, dikujt që s'ke folë ma? Që ka ndru jetë. Po unë e mora vetëm shembull. Okej. A du me të regu edhe me kanë? Nëse ti danë? Unë i kisha thonë gjyshit tem që në fakt dy gjyshra që sot nuk jetoj ma, që mungojnë shumë edhe që kemi shumë nevoj për ta. Qa është një këshill që e mban mend prej gjyshave, që e përdor? Mos martën prisa. Jo. Gjyshi ka në mamit nuk e kom njoftu shumë gjatë, po gjyshi babit, baba i babit. Po. Për shembull më bëj mend. Nuk muj me cek një këshill. Jetë na emocionua dhe neve beslirë. Tani me. Të mungon shumë? Po. Ke pas lidhje të veçantë me te? I kujtojmë dhe sigurisht kemi kujtimet me ta. Janë gjithmonë me ne, edhe shqyqyr që lanë ka të shumë prapa nesh kujtime që mos me uharu kur. Edhe mirë që i kemi përjetu. I kemi përjetu. Me vërtet. Shkojmë të tjetra. Edhe e fundit. A ka një rol që të është dashur ta luash në jetë edhe pse nuk është i yti?